Një email me përmbajtje kërcënuese ka mbritur rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm në disa institucione në të gjithë Shqipërinë, por edhe në qytetin e Vlorës. Emaili me përmbajtje "Alarm për bombë, kujdesni" ka mbritur në institucionin e Bashkisë së Vlorës, pranë gjykatës, në prokurori, por edhe në Spitalin Rajonal të Vlorës. Kontrollet nga Njësia Speciale e Policisë së Vlorës dhe forcat operacionale janë zhvilluar në të gjitha institucionet që prej orëve para të mëngjesit, ndërkohë që vijojnë ende kontrolle në këtë institucione. Deri më tani, alarmi ka rezultuar fals. Burimin nga grupi hetimor i Policisë së Vlorës dhe Prokurisë së Vlorës bën me dije se emaili ka mbërritur nga një shtet i huaj. Megjithatë, vijojnë verifikimet se nga ka ardhur ky email kërcënues. Alarmi rem për bombë në disa institucione në Vlorë, por dhe qytete të tjera. Mëngjesin e sotëm rreth orës 8 në adresat elektronike të disa institucioneve në Vlorë dhe në qytete të tjera të vendit është dërguar një email nga një adresë huaj, ende e pa identifikuar me përmbajtje kërcënuese. Në mesazh pretendoi se në institucionet e prekura ishte vendosur një bombë, ndërsa përmbajtja e saj ishte "Kujdes, kemi vendosur bombë". Në Vlorë, mes institucioneve që kanë marrë këtë mesazh kanë qenë gjykata, bashkia, prokuroria, spitali si dhe institucione të tjera. Menjëherë pas marrjes së kërcënimit, strukturat e policisë së shtetit kanë marrë masat e nevojshme dhe kanë nisur kontrollet në ambientet e institucioneve të përfshira. Në Vlorë, Njësia Speciale Operacionale ka kryer kontrolle të imtësishme, përfshirë verifikimin e ambienteve për praninë e lëndëve apo pajisjeve shpërthyese. Nga kontrollet e kryera nuk është konstatuar asnjë bombë, eksploziv apo objekt tjetër i dyshimt. Policia ka konfirmuar se bëhet fjalë për një alarm të rem. Ndërkohë, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Kibernetike në bashkëpunim me Drejtorinë e Antiterrorit dhe agjencitë të tjera ligjzbatuese vijojnë punën për identifikimin e autorit dhe gjyrmimin e adresës elektronike nga e cila janë dërguar kërcënimet. Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të mos përfshihen nga paniku, duke theksuar se strukturat e saj janë të angazhuara maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe për parandalimin dhe goditjen e palishmërive.